Cila firmë ju intereson? Firma jon Premium A, me 500 kanale kryesisht shqiptare, ku 70 kanale janë sportive, tek e cila kanalet sigurohen nga firmë lokale kablore me burim origjinal. Me firmën Premium A, kemi mbi 2000 klientë ekzistues që 14 vite. Ne rekomandojmë firmën ton Premium A, sepse është në rregull me ligjet për antipirateri dhe punon në cilin do shtet pa pas nevojë për VPN. Firmën B, me gjitha kanalet e botës e sigurojmë nga firmë bashkëpunëtore, me të cilët kemi 7 vite bashkëpunim dhe kemi 2 lloje: kualitet i lartë dhe mesatar. Me firmën B, kemi mbi 1100 klientë ekzistues. Cila është më e mira? Rekomandimi ynë është firma Premiuma, nëse ju mjaftojnë 500 kanale, sepse është në rregull me ligjet e cili do shtet ku jetoni dhe prandaj nuk ka problem me censurim ose bllokim nga interneti juaj. Për pakot me gjitha kanalet, vlen të informoheni me sinqeritet lidhje me ndryshimet ligjore dhe censurimet, ose bllokimet që kanë filluar me ndodhur në shtete të caktuara, dhe kjo situatë mund të ngjajë edhe në shtete tjera ku aktualisht hapen pa problem. Pse? Krejt duke u bazuar nga përvojat në disa shtete evropiane, ku firmat e internetit kanë filluar me vendos censur ose kontroll se çka mund të shikoni përmes internetit. Do me thënë edhe pse aktualisht hapen ndoshta edhe keni abonim ekzistues për dikujt me gjitha kanalet. Por besoni në të ardhmen interneti juaj mundet me vendos censur ose bllokim total siç ka vendosur Italia, ku asnjë paket nuk hapet nëse në vete përmban Sky Italy dhe DAZN apo në shtete tjera si Greqia, Anglia, Franca, Suedia ku jo të gjitha. Por firmat të caktuara të internetit përmes sistemit të censurimit nuk lejojnë adresat e IPTV-s, të cilat ua vjedhin kanalet e tyre ekskluzive. E themi këtë, sepse paketat me gjitha kanalet vërtet i thyejnë të gjitha ligjet për antipirateri. Rekomandimi ynë për pakot me gjitha kanalet pavarësisht nga kush i bleni. Më mirë të keni Android TV ose Android Box, sepse në rast censure ose bllokimi nga firma e internetit, në Android instalohet VPN dhe anashkalohet censurimi. Këtë ua themi nga përvoja sepse në Itali kemi klientë të cilëve ua kemi rregullu me VPN. Ne mendojmë se për të përfituar klientë të rinj, duhet sinqeriteti mbi të gjitha. Besoni këtë që ua themi për censurimin askush nga konkurenca, nuk e tregon sepse qëllimi i tyre është me arrit e paret me çdo kush. Edhe ne kemi qëllim me pas sa më shumë fitim, por me parimi me qenë të sinqert sepse vetëm ashtu mund ta mbani klientin gjatë kohë. Që ta kuptoni këtë me censurimin, po ua tregojmë me shembull konkret. Në Itali asnjë nga pakot me gjitha kanalet nuk hapet shkaku censurës. Firma jon Premiuma s'ka as pak problem sepse në vete nuk përmban kanalet Sky, DAZN dhe sistemi italian nuk e censuron ose bllokon dhe prandaj jemi në rregull. Urojmë ky informacion të shërbejë për të vendosur se çka dhe prej kujt bleni shërbime PRV. Qofshi të nderuar.